Drejtuesit e autobusëve interurban në Vlorë në pritje të zgjidhjes për terminalin. Aktualisht ata të fundit janë duke funksionuar në terminalin pranë rrugës së Re, ndërsa nuk dinë ende se si do të funksionojë për vitin 2026. Drejtuesit e autobusëve janë kundër zhvendosjes për terminalin në hyrje të qytetit, pranë rrugës së Paraburgimit, kjo dhe për shkak të largësisë nga qyteti. Ata pranojnë se janë në pritje të një zgjidhje të kësaj problematike, por njëkohësisht edhe të luftës kundër informalitetit, pasi janë duke shkuar drejt falimentimit. Në intervistat për Blu Televizion, drejtues të këtyre mjeteve theksojnë se presin dhe një takim me kryetarin e Bashkisë Vlorë, ndërsa sipas tyre, nëse nuk do të gjejnë një zgjidhje, do të përshkallëzojnë protestat. Para pak ditësh bët një grevë ku kërkonit vendosjen e terminalit, ndërkohë që jeni duke funksionuar sërish në këtë terminal. Çfarë do të bëni për 2026? Do të qëndroni këtu, do të vendosin duke tjetër çfarë? Nuk e di, deri tash nuk na ka dhënë përgjigje. Akoma se si do vej unë terminalit. Po jemi previzor. Ju keni kërkuar një terminal vendosur tek stacioni i trenit? Ne kemi kërkuar te stacioni i trenit, megjithëse është dhe jashtë qytetit, edhe vendi i përshtatshëm për neve. Tash se si do vendosi bashkia? Bashkia ka marrë një vendim për të rrugë e Burgut për të çuar. Nuk e dim tash se nga pa zonja që ishte kryetari i Këshillit Bashkia, kjo do ketë një takim të dytë dhe presim takimin e dytë. Terminali vijon të qëndrojë në të njëjtin vend, pranë rrugës së Re. Çfarë do të bëni për 2026? Është thënë që do të qëndrojnë te rruga e Burgut, do të kërkojnë zgjidhje tjetër çfarë? Ne do u shërbejmë ku të ketë nevojë atë. Do të pranoni edhe te rruga e Burgut apo jo? Po kush na pyet? Kush na pyet? Nuk jeni dakord se. Dakord jemi, po sa pyetni. Ju keni kërkuar që terminali vendoset tek stacioni i trenit apo jo? Po të vendoset në vend përshtatshëm, ne nuk vendosim kusht o këtu o ska. Po të vendosim në vend përshtatshëm. Të bëjmë dakord dy apan, tjetër të bëjë edhe të pasagerëve dhe tonë. Qëndroi te rruga e Re, u është dhënë një zgjidhje, një premtim, çfarë do të bëhet për 2026? 2026 kryetari i Bashkisë ka vendosur na transferojë, nuk e di ku do ta çoj, nuk e di çfarë do bëhet. Ne nëse largohemi nga këtja, informaliteti është shumë i madh. Policia e Vlorës, ndaç policia e Bashkisë, ndaç rrugorja nuk punon fare. Është anekzistente, nuk se di çfarë do bëjmë ne do dalim prapë në grevë, do të bllokojmë bashkinë. Nuk e pranoni terminalin te Burgu apo jo? Na vë diku, atje është shumë vend i rrezikshëm për njerëzit ku do kthesh, ku do qëndrojnë njerëzit ku. Është mes rrugës. Rrugë jemi edhe këtu, po ne na intereson të bëhet një stacion, të bëhet si gjithë dynja, të bëhet terminal, të kemi vendet tona, të ketë vende shërbimi për njerëzit, të kërkojmë, nuk kërkojmë gjithë. Sa ju dëmtoni formaliteti dhe ta shprehni në piratëri? Informateti këtu në Vlorë është 200%, jo 100%. Ne jemi shumë pak para. Policia i përkran ata, nuk aty te policia, aty te mbi politetulla, atje ke fugonat, i ke këtu, i ke te xhamia, i ke kudo. Se di, ne nëse vazhdojmë kështu do dalim prapë në greve, nuk e di se përshkallëzohet greva, do bëjmë një zgjidhje vëlla, se nuk kemi zgjidhje. Ne po punojmë, po vëmë lek nga xhepi, po mbajmë makinat me naftë, me taksa, me gjitha, po vazhdojnë kështu gjërat, tani të shohim çfarë do bëhet. Në ditët e fundit të dhjetorit, drejtues të autobusëve interurban pezulluan aktivitetin e tyre dhe dolën në protest, duke kërkuar përcaktimin e një vendi për terminal dhe goditjen e informalitetit, ndërsa aktualisht me nisjen e vitit 2026 janë në pritje të një zgjidhje për problematikat e tyre.